Falënderimet I takojnë Allahut Azza wa Jall, atë lavdërojmë dhe falenderojmë, atij kërkojmë ndihmë dhe falje dhe tek ai pendohemi, I kërkojmë mbrojtje Allahut Azza wa Jall nga e keqja e vetvetes sonë dhe punëve tona. Atë që Allahu udhëzon nuk ka kush e humb, e atë që Allahu e lën në humbje nuk ka kush ta udhëzojë tjetër veç Tij. Dëshmojmë se nuk ka të adhuruar me të drejtë veç Allahut, I cili është I vetëm dhe I pashok, dhe dëshmojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe I dërguar I Tij. Ai është robi I Tij I zgjedhur, I dërguar I Allahut, miku I Tij I ngushtë, besniku për shpalljen. Ai ja kumtoi njerëzve revelatën dhe ligjin, fen e Tij në mënyrën më të mirë. Salavatet dhe selamet qofshin mbi të, mbi profetin ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e Tij, mbi shokët e Tij, deri në ditën e gjykimit. E më te, të dashur besimtar, gjithsecili prej nesh duhet të tregohet I devotshëm ndaj Allahut Azza wa Jall, të ketë frikën Zotit të Tij dhe gjithmonë të ketë kujdes se ai vazhdimisht është I mbikëqyrur nga Allahu Azza wa Jall. Zoti ynë di mbi ne gjithçka dhe dëgjon gjithçka. Të dashur besimtar, do të flasim sot me lejen e Allahut Azza wa Jall në këtë hutbë mbi një fjalë shumë të rëndësishme, mbi një fjalë shumë madhështore. Më e madhja e fjalëve, më e rëndësishmja e tyre dhe më e larta është fjala e tauhidit, fjala la ilaha illallah. Fjala e njëshmërisë, nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut Azza wa Jall. La ilaha illallah, fjalë që në pjesën e parë të saj, besimtari refuzon ose mohon çdo zot të rrem që njerëzit nga ignoranca e tyre apo nga padrejtësia e adhurojnë dhe pohojnë vetëm adhurimin e një Zotit vetëm, Allahut Azza wa Jall. Për këtë fjalë Allahu ka ngritur qiejt edhe tokën. Për këtë fjalë Allahu Azza wa Jall ka krijuar gjithë krijesat. Për këtë fjalë Allahu ka zbritur librat. Për këtë fjalë Allahu Azza wa Jall I ka dërguar njerëzimit herë pas here vazhdimisht profet të dërguar, të zgjedhur nga mesi I tyre. Për këtë fjalë Allahu Azza wa Jall ka krijuar dhe xhenetin parajsën. Kush ka përqen prej iftarëve të kësaj fjale, apo prej atyre që e thonë këtë fjalë me vërtetësi dhe e jetësojnë këtë fjalë, fjalën la ilaha illallah, ka përqen prej banorëve të xhenetit, ndërsa ata të cilët ja kthejnë shpinën kësaj fjale, kanë përqen prej banorëve të zjarrit të xhenemit, Allahu na ruaj. Vëllezër besimtar, kjo është fjalë madhështore dhe ajo ka vlera të shumta. Edhe për këtë Allahu Azza wa Jall ka treguar në librin e Tij duke e cilësuar atë me cilësi të ndryshme. Një prej këtyre cilësive të cilën e cilëson Allahu Azza wa Jall këtë fjalë është se ai e quan atë al-kalimatu tayyiba. Fjala e bukur. Fjala e bukur, fjala më e bukur, fjala më e mirë, fjala më e saktë, fjala më e duhur. Thot Allahu Azza wa Jall në Kur'an, alam tara kayfa daraba Allahu mathalan kalimatan tayyiba ka shajaratin tayyiba asluha thabit wa far'uha fi as-sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi idhni rabbiha. A nuk e ke parë ti se Allahu Azza wa Jall sjell shembull, pra sjell shembull një fjalë të mirë, fjalë të bukur. Pra kjo është fjala la ilaha illallah. Si ajo pema e bukur dhe e mirë, që rënjët I ka thellë në tokë dhe degët I ka lartë në qiell, e cila jep fryte kudoherë me lejen e Allahut Azza wa Jall. Gjithashtu e cilëson Allahu Azza wa Jall këtë fjalë si fjala e qëndrueshme. Fjala e qëndrueshme, fjala e palëkundur. Thot Zoti ynë në Kur'an, yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allahu Azza wa Jall, ata të cilët kanë besuar, I qëndron me fjalën e qëndrueshme. Pra I qëndron në këtë jetë, ndaj çdo devijimi
ndaj çdo kotësie, ndaj çdo besimi që s'duhet, nga çdo vështirësi, nga çdo gjë që është e dëmshme. Edhe gjithashtu në botën tjetër, qoftë me varrin, qoftë me llogarin, qoftë me daljen para Allahut Azza wa Jall, njerëzit e kësaj fjale i qëndron pra, besimtarët Allahu i bën të qëndrueshëm me këtë fjalë. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Ata të cilët kanë besuar, Allahu i qëndron me fjalën e qëndrueshme në këtë jetë të kësaj bote edhe në botën tjetër. Pra, ata nuk do të jenë të lëkundur, pra, nuk do të jenë vështirësi përderisa i qëndrojnë besnik kësaj fjale, fjalës la ilaha illallah. Gjithashtu Allahu Azza wa Jall e cilëson këtë fjalë si kelimatu taqwa, fjala e devotshmërisë. Pra, kjo fjalë la ilaha illallah, kjo është kulmi i devotshmërisë. Kjo e përmban gjithë devotshmërinë, prandaj thot Allahu Azza wa Jall wa alzamahum kalimat at-taqwa wa kanu ahqqa biha wa ahliha. Ai i bëri ata besimtarët që ata vazhdimisht të jenë duke përmendur këtë fjalë, pra fjalën la ilaha illallah, që është fjala e devotshmërisë. Edhe kur ato ishin në çastet më të vështira, në betejë, në përplasjen me armikun, ata vazhdimisht besimtarët thonin këtë fjalë la ilaha illallah, dhe ata s'ka dyshim se ishin më meritorët për këtë fjalë, thot Allahu Azza wa Jall, dhe ata ishin iftarët e kësaj fjale, pra besimtarët e parë, muslimanët e parë, sahabët e nderuar, Allahu qoftë i kënaqur me të. Gjithashtu Allahu Azza wa Jall këtë fjalë e quajnë da'watul haq, thirrja e vërtet, ose lutja e vërtet. Thot Allahu Azza wa Jall, lahu da'watul haq. Allahu ka lutjen e vërtet. والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. Ai ka lutjen e vërtet, pra. Fjala la ilaha illallah është dhikri, lutja e vërtet, thirrja e vërtet që pranohet tek Allahu Azza wa Jall, ndërsa ata të cilët i luten dikujt tjetri veç Allahut, pra ata që i luten idhujve, zotave të kotë, zotave të rem, ata që i luten të vdekurve, ata që i luten statujave, ata që i luten sendeve, ata që i luten krijesave, qofshin ato me lajke, engjëj, profet, gjind, çfarë do qofshin. Pra ato janë thirrje të kota, nuk janë thirrje të vërteta, janë dua të kota, lutje të kota, të papranueshme. Prandaj thot Allahu Azza wa Jall, nëse ata luten, pra nuk i pranojnë ato, nuk i pranojnë duat, lutjet e tyre. Ai sa nuk mund të bëj, ai që i shtrin dorët tek uji, nuk mund të arrijë ujë tek goja e tij, pra. Ai i man duart shtrirë, pra lutet kot, sepse nuk arrin përgjigja që t'i përgjigjet ata idhujtarët që i adhurojnë t'i përgjigjen lutjes së tyre, dhe s'ka dyshim që duaja e mohuesve është e kot, pra. Ata jo besimtarët, kur i luten idhujve të tyre, lutjet e tyre janë të kota, sepse nuk marrin kurse si përgjigje. Gjithashtu e cilëson Allahu Azza wa Jall këtë fjalë bil urwatil usqa. E cilëson të fjalë Allahu Azza wa Jall si nyja më e fortë. Si nyja më e fortë, si nyja më e fortë e shpëtimit. Thot Allahu, "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil usqa la infisama laha." Ai cili mohon tagutin, pra, ai cili mohon çdo gjë që adhurohet veç Allahut. Edhe kjo është pjesa e parë e fjalës la ilaha illallah, sepse mohon besimtari kur thot la ilaha illallah, mohon çdo zot të rrem, pra, që quhet tagut, që njeriu e tepron kur e adhuron, kur i lutet, kur i drejtohet, kur i mbështetet, kur e ka frikë, kur ka shpresë. Si mund të ketë shpresë, frikë, ti lutet, ti mbështetet një gjëje që Allahu e ka kriju, çfarë do qoftë ajo? Sa do krijese e madhe të qoftë, sa do që të besoj njeriu sikur ka ndonjë fuqi, asgjë nuk mund t'i përgjigjet. Prandaj thot Allahu, ai që i mohon tagutin, çdo gjë që adhurohet veç Allahut dhe beson Allahun, ai është kapur për nyjen më të fortë, e cila kur nuk shkëputet, pra. Kjo është nyja e shpëtimit, si puna e tij litarit, që ti në ngjitje ke nevojë për ato nyjet që të kapesh, që mos rrëshqasësh poshtë, mos biesh. Kështu është dhe kjo fjala la ilaha illallah,
është mënyra më e fortë e shpëtimit, që nëse kapet njeriu në atë, ajo kur nuk zgjidhet dhe kur nuk bie njeriu nëse kapet prej kësaj fjale la ilaha illallah. E shumë cilësi të tjera që i ka përmend Allahu Azza wa Jall në librin e tij. S'ka dyshim që kjo fjalë besimtar, fjala la ilaha illallah, është fjala e parë që ka dalë nga gjuha e profetëve drejtuar veshëve të popujve të tyre. Profetët që ka dërguar Allahu Azza wa Jall, popujve të tyre, fjala e parë që i kanë thënë është kjo fjalë, fjala la ilaha illallah. Fjala e parë që kanë kërkuar që ata të dëgjojnë, ta pranojnë dhe t'i nështrohen, t'i bindën, është kjo fjala la ilaha illallah. Dhe s'ka dyshim që kjo besimtar është një nga mirësitë më të mëdha ose më e madhja mirësi që jepet ndonjëherë njeriu. Prandaj Allahu Azza wa Jall në surën Nahl, në surën e Bletës, që ndryshe quhet dhe surja e mirësive, thot Allahu: ata amrullah fala tastajiluh subhanahu wa ta'ala amma yushrikun yunazzilu al-malaikata bir-ruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Urdhri i Allahut po vjen, prandaj mos nxitoni. Pra po vjen kiameti. Prandaj ju që mos kërkoni që të vi shpejt kiameti, siç bëjnë qafirat jo besimtarët. Kur do bëhet kjo kiameti? Kur do ta shkatroj Zoti ju e kiametit? Po vjen, është shpejt. Prandaj thot mos nxitoni, thot Allahu, se do vi. Është afër. I lartë, i pastër nga tmetat është Allahu dhe i lartë është ai. Nga ajo që i përshkruajnë, pra, jo besimtarët. Ai i zbret me lajket, engjëjt e tij, edhe shpirtin, Xhibrilin, me urdhrin e tij, pra, me shpalljen e tij, me fenë e tij, kujt të doj prej robërve të tij, pra, prej profetëve të tij të zgjedhur. E ti thot atyre, pra, që tërhiqni vërejtjen njerëzve. An la ilaha illallah. Pra me çfarë? Me fjalën la ilaha illallah. Tërhiqni vërejtjen njerëzve dhe thoni njerëzve fjalën e parë kryesore, i thoni la ilaha, që ata të thonë la ilaha illallah. Illa an të thonë la ilaha illa ana fattaqun. Pra thuani njerëzve që nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet, vetëm unë, pra vetëm Allahu Azza wa Jall. Prandaj ruajeni dënimit të Allahut Azza wa Jall. Kjo fjalë është fjala të cilën Ibrahimi alayhis salam e ka lënë si fjalë të përjetshme tek pasardhësit e tij. Ibrahimi alayhis salam, profeti i Allahut Ibrahim, i zgjedhuri, thot Allahu Azza wa Jall për të: "Wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un." Kujto kur Ibrahimi i tha babait të tij dhe popullit të tij: "Unë jam i distancuar nga ajo që adhuroni ju, pra jam larg nga këto adhurimet, besimet e kota që keni ju, adhurimi i engjëjve, adhurimi i statueve që kishte populli Ibrahimit dhe babai i tij, adhuronin gurët, vëllezër. Adhuronin to sende që me duart e tyre i ndërtonin. Pra besonin sikur ata kanë dorë diçka, po ato vërtet asgjë nuk kanë dorë. Prandaj u distancua Ibrahimi, profeti i Allahut Azza wa Jall. Përveç thot atij i cili më krijoi mua, pra përveç Allahut Azza wa Jall, ai do të më udhëzoj. Dhe ai këtë fjalë e bëri fjalë të përjetshme në pasardhësit e tyre, në pasardhësit e tij, ndoshta ato gjithmonë do t'i kthejnë kësaj fjale. Pra gjithmonë do të qëndrojnë në këtë fjalë. S'ka dyshim se edhe profeti jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam në shumë prej fjalëve të tij e ka cilësuar dhe e ka treguar vlerën e kësaj fjale. Prandaj thot profeti jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam: "Afdalu dhikri la ilaha illallah." Dhikri më i mirë është la ilaha illallah. Pra dhikri më i mirë që mund bëj besimtari gjatë ditës dhe natës është kjo fjalë, la ilaha illallah. Prandaj përpiqet besimtari ta thotë sa më shumë gjatë ditës apo natës të fjalë la ilaha illallah. Gjithashtu profeti jon Muhammed tregon se kjo është fjala më e mirë që kanë thënë pejgamberët apo profetët e Allahut. Ku ai tregon se duaja, lutja, fjala më e mirë është duaja e ditës Arafatit. Dhe fjala më e mirë që kam thënë unë dhe profetët e tjerë para meje është la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu
wa huwa ala kulli shay'in qadir. Gjithashtu, profeti jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam duke treguar vlerën që ka kjo fjalë, thot se një ditë profeti i Allahut Nuh alayhi salam, pra kur po i vinte vdekja, kur ishte afruar vdekja, i tha djalit të tij të urdhëroj me fjalën la ilaha illallah, pra të urdhëroj që ti përmbash kësaj fjale, të urdhëroj që këtë fjalë ta kesh fjalën më të rëndësishme, sepse nëse qiet të 7 qiet edhe të 7 tokat të vendosen në një anë të peshores dhe të vendoset fjala la ilaha illallah në anën tjetër, do të peshoj më shumë kjo fjala la ilaha illallah. Gjithashtu tregon profeti jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam, pra për të shfaqur se sa shumë vlerë ka kjo fjalë o besimtar, se në ditën e gjykimit do të thërritet një burr, një person prej ummetit islam përpara gjithë krijesave të tjera. Pra do të merret dhe do të thritet, do të nxirret, do të prezantohet para gjithë krijesave, do ta shohin njerëzit nga i pari deri tek i fundit. Dhe atij do t'i prezantohen aty 99 regjistra. Pra 99 regjistra ku një regjistër është aq sa shes syri, pra. Regjistra pra janë fletë të cilën janë regjistruar veprat që ky rob ka bërë. Normal, to janë veprat këqija o besimtar, Zot na ruaj. Edhe i thot Allahu Azza wa Jall, thot robi im, a mohon diçka nga këto regjistra? Pra, a i mohon apo i pohon? A i thot, po Zot. Pra nuk mohoj asgjë, pra janë të tijat, janë veprat e ti. Gjithashtu i thot, a kanë bërë pa drejtësi shkruesit e mi, pra me lajke që i kanë shkruar këto vepra në këto regjistra, mos kanë shkruar diçka gabim? Pra jo. Thot, pra gjithçka është e shkruar saktësisht, sepse me lajket Allahut Azza wa Jall nuk shkruan diçka gabim, nuk i bëjnë padrejtësi robërve. Pastaj i thuhet ti personi, a ke ndonjë të mirë? Pra a ke ndonjë punë të mirë ti kundrejt tyre 99 regjistrave? Ai trembet domthon. Normal se para një gjykimi të tillë ku je para gjithë njerëzve dhe je para madhështisë Allahut Azza wa Jall, kur ti e din që të pret xhehenemi, ku ke gjithë të punë të këqija, pra gjithë të regjistra të nxirë, njeriu me normal domthon që ai tronditet dhe trembet. Edhe thot domthon që nuk kam, harron që ka ndonjë punë mirë. Thot Allahu Azza wa Jall, po, ti tek ne ke të mira, dhe ty sot nuk të bëhet pa drejtësi asgjë, dhe i nxirret një letër, pra e vogël, si më thon një karton i vogël. Edhe aty është e shkruar ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammeden Rasulullah. Pra është shkruar kjo fjalë, kaq e mirë, kjo fjalë, kaq e vyrë, kjo fjalë kaq me vlera. Është shkruar këtu, por ai kishte harruar se i duke jo shumë me vlerë, krahasim me këto 99 regjistrat e tjerë. Kështu që e kishte harruar. Atëherë thot Allahu Azza wa Jall, thot ky rob, o Zoti im, çfarë do të bëj kjo letër kundrejt gjithë tyre regjistrave? Tyre 99 regjistrave ai sa shes syri, çfarë do të bëj kjo letër? I thot Allahu Azza wa Jall, ty sot nuk do të bëhet pa drejtësi, pra prit se nuk ka pa drejtësi sot. Atëherë vendosen regjistrat në një anë të peshores dhe vendoset kjo letër me fjalën pra la ilaha illallah Muhammed Rasulullah në anën tjetër të fletores dhe ajo të peshores dhe ajo peshon më shumë. Pra imagjino sa shumë vlerë pra ka kjo fjalë o vëllezër. Fjala la ilaha illallah. Kështu që është detyrë për ne si ummet islam, si musliman, që ta dim vlerën e kësaj mirësie kaq të madhe. Edhe ta falenderojmë Allahun Azza wa Jall që na mundsoi të njihemi me këtë fjalë, me fjalën la ilaha illallah. Pra imagjino të jetosh në këtë dynja, o besimtar, në këtë botë kaq të madhe, ku Allahu Azza wa Jall është krijuesi, ka krijuar gjithçka, që ka dhënë gjithçka. Njeriu vjen këtu, han e pin, kalon një jetë të gjatë,
edhe nuk njihet me këtë fjalë. Nuk ka fatkesi më e madhe se kjo, Allahu na rrit. Prandaj thot një nga dietarët të mëdhtë Islamit, Sufjan ibn Uyayna, thot nuk i ka dhënë Allahu mirësi më të madhe robit se sa kjo mirësi që e ka njoftuar me fjalën la ilaha illallah. Pra e ka bërë, i ka mundsuar të njohë fjalën la ilaha illallah. Prandaj falenderojmë Allahun Azza wa Jall. Atë vazhdimisht dhe pa ndërprerje jemi mirënjohës Allahut Azza wa Jall me brendin ton, me zemrën ton dhe me gjymtyrët tona që na mundsoi të njihemi me fjalën la ilaha illallah dhe i lutemi Allahut Azza wa Jall që gjithmonë të jetojmë me këtë fjalë la ilaha illallah. I lutemi Allahut Azza wa Jall që të na bëj prej pjesëtarëve të kësaj fjale, të fjalës la ilaha illallah, dhe të na mundsoj që të vdesim me këtë fjalë dhe të kemi atë fjalën e fundit në këtë botë, fjalën la ilaha illallah. Aqulu hadha alqawl wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Një nga dietarëve të Islamit, Wahb ibn Munabbih, Allahu mëshiroft, i than një ditë: a nuk është fjala la ilaha illallah çelësi i xhenetit? Ai tha po, por se çdo çelës që të hap derën duhet të jetë me dhëmb. Nëse ti sjell një çelës pa dhëmb, atëherë dera nuk hapet. Me këtë fjalë, ky dietar i madh, o besimtar, ka dashur të tregojë që nuk mjafton vetëm ne këtë fjalë ta themi kështu, la ilaha illallah. Mund të ketë njerëz që mund ta thonë mijëra herë këtë fjalë. Qindra mijëra herë gjatë ditës, la ilaha illallah. Ama a mjafton vetëm që ta themi? Jo, ne duhet i përmbushim vëllezër kushtet e kësaj fjale. Duhet disa rregulla kryesore që përmban kjo fjalë, duhet i përmbushim, sidomos dituria. Duhet ta njohim kuptimin e kësaj fjale. Duhet të jemi të qartë se çfarë do të thotë kjo fjalë. Se Allahu na thot në Kur'an, fa'lam annahu la ilaha illallah. Dije, pra dije, o besimtar, dije fjalën la ilaha illallah, dije se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut. Pra çdo ka shumë të adhuruar në këtë botë ku jetojmë ne, o besimtar. Në kohën e Muhamedit alayhi salatu wasalam, arabët adhuronin 360 zota. Ne nga njerë besimtarët musliman që janë në xhami, elhamdulillah, kjo është mirësi, nuk e perceptojnë mirë këtë, çfarë do të thotë? Që ti lutesh 360 zotave. Po shkoj herë ani nga India, për shembull, ani nga Kina, apo në vende të tjera, ku njerëzit bëjnë lloj-lloj zoti, i gdhendin, zot prej druri, prej argjendi, kështu ishin dhe arabët, zot prej guri, kush ta bëj më të bukur? Ky i thoshte zoti i luftës, ky i tregtisë, ky i mbarësisë, ky i smundjes, ky 360 zota, imagjino. Çdo njeri kishte nga i zot në shtëpi. Plus sa ishin rreth e rrotull qapës. Po edhe sot nuk është zhdukur kjo vëllezër. Pavarësisht se shumë njerëz thonë një zot besojnë. Po një zot besojnë, po mirë, çfarë do t'i ke varri? I një dhekuri që shkon për mbarësi, që shkon kur jenë vështirësi, s'po mecën marr nga shtëpia, s'po mecën me punën, nuk kam fëmijë, s'po ngel shtatzën, s'po bëj këtë, shumë nga këto gjërat që i duan njerëzit për jetën e tyre të përditshme. Çfarë mund bëj një vdekur që është i tretur aty në varr? Çfarë mund bëj një statuj? Çfarë mund bëj edhe Muhamedi alayhis salam në varrin e tij? Ai ishte njëri, ishte profeti i zgjedhur i Allahut, po ishte njëri, po kështu gjithë profetët e vdekur. Po kështu çdo krijesë tjetër, qoftë edhe e madhe, Xhibrili, me lajkët, apo e vogël. Prandaj domethënë mos ne na duket habi, ama sot ka shumë të adhuruar. Kështu që besimtari duhet të di që as hoxha, as prifti, as shehu, as evlijaja ky, evlijaja filan, gjitha këto nuk kanë fuqi. E kanë dorë vetëm Allahu, nuk adhurohen to veç Allahut, nuk i drejtohesh atyre me lutje. Nuk shpreson tek ata që sjellin ndonjë të mirë, të largojnë ndonjë të keqe. Gjitha këto i kanë dorë Allahu Azza wa Jall. Pra duhet ta dish që kjo fjalë kur thuti la ilaha illallah, pra la ilaha të ndalon ty që ti lutesh një statuje, të ndalon ty që ti lutesh kryqit, të ndalon ty që ti lutesh Muhamedit,
të ndalon ty që ti lutesh evlia filan apo filan, apo të shkosh ke filan veni mirë, apo të shkosh në Tomor, apo të shkosh te kisha Laçit, apo të shkosh te xhamia. Nuk mund t'i lutesh sendeve, gjërave, krijesave. I lutesh vetëm Allahut, i mbështetesh vetëm Allahut. Pra ti po nuk i bëre këto, kot e thu këtë fjalë la ilaha illallah. Gjithë to vlera që përmendëm ne nuk përshtaten për një person që nuk e njeh mirë të fjalë, edhe nuk ja di kuptimin, edhe nuk e zbaton këtë kuptim. Gjithashtu, kusht tjetër e kësaj fjale është bindja e plot. Allahu thot në Kur'an: "Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu." Besimtarët të vërtet janë ata të cilët besuan Allahun dhe të dërguarin e tij, pastaj nuk dyshuan. Kush ka dyshim që Allahu ka fuqi për çdo gjë? Ai që ka kriju qiellin dhe tokën, kush ka dyshim që Allahu i përgjigjet lutjes njeriu kur ai është në vështirësi? Kush ka dyshim që ai është Zoti që meriton adhurimin, një i vetëm, se ai është më i madh? Nuk e dyshim? Atëherë kur mos u fut në dyshim, që të mendosh se diçka tjetër veç ti ka forcë, që diçka veç ti të ndihmon, që diçka tjetër veç ti i përgjigjet lutjes tënde, që diçka tjetër veç ti të mbështet ty në vështirësi, në fatkeqësi. Jo, vetëm Allahu zot. Nëse ti e humb të bindje apo ke pak dyshim, kot e thu këtë fjalë la ilaha illallah. Gjithashtu kjo fjalë kërkon sinqeritet, o besimtar. Thot Allahu: "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu-d-din." Ata nuk ishin të urdhëruar për diçka tjetër, vetëm që të adhurojnë Allahun, pra, një të vetëm, dhe atij t'ia dedikojnë gjithë adhurimin. Pra sinqeritet do thot që ti çdo adhurim që bën, faljen tënde, agjërimin tënd, zekatin, punët e mira, duan, çdo gjë ja dedikon Zotit Allahut një, për askën tjetër veç Allahut azza wa jall. Gjithashtu, ai që i thot këtë fjalë do ta thot me vërtetësi, jo me gënjeshtër, pra. Ta thot me gojën e tij dhe në zemrën, brendin e tij, nuk e ka të tillë. Pra siç bëjnë munafikat, Zot na ruaj, hipokritët. Allahu thot për ta: "Idha ja'aka al-munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah, wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu, wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun." Kur ata hipokritët erdhën tek ty thanë: "Ne dëshmojmë që ti je i dërguari i Allahut", me gojë. Hipokrit. Muhamedi thonë që ne dëshmojmë që ti je i dërguari i Allahut. Allahu i përgjigjet thotë: "Ne e dimë që ti je i dërguari i Allahut dhe Allahu dëshmon që hipokritët janë gënjeshtar. Me gjuhët e tyre thonë që besojnë, ama në zemrat e tyre janë kundërshtarët e Muhamedit. E urrejnë Muhamedin, e urrejnë Islamin, e urrejnë profetin, e urrejnë të fjalë." Pra besimtari edhe me gjuhën e tij, edhe me zemrën e tij, të fjalë duhet të jetë njëjtë. Kjo fjalë o besimtar ka kushte të shumta dhe se i cilin prej nesh, prej besimtarëve, duhet të kujdeset që t'i plotësoj. Duhet të jetë, domethënë, ta pranoj këtë fjalë, por jo vetëm ta thot, po ta pranoj me gjithë qenien e tij, me zemrën e tij, me gjuhën e tij, me gjymtyrët e tij, dhe të jetë i gatshëm që t'i nënshtrohet asaj që kërkon kjo fjalë. Allahu azza wa jall thot për jo besimtarët: "Innahum kanu idha qila lahum la ilaha illa Allah yastakbirun." Ata kur u thuaj që nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç Allahut, ata tregoheshin mendimdhej. Wa yaquluna a inna latariku alihatina li sha'irin majnun, dhe thonin: "A do t'i lëm ne zotat tan për një poet të çmendur?" Pra imagjinoni nëse besimtari i vërtet që thot la ilaha illallah, pra edhe shkon adhuron to që thash unë, o zotat e rrem, ky sikur thot. Pra ky sikur thot si këta. Pra kur i thot thuj la ilaha illallah, ai tregon me një madh. Tha a do t'i lëm ne këto? To kanë dhënë prova, thot ai. To kanë shëruar njerëz. Tu kanë qenë njerëz paralizuar, janë shëruar. Po ky o vlla, ky është sen. Ky është dhe, ky është gur, ky është dru. To janë krijesat e Allahut. Pastaj shërimi, smundja, mirësia, fatkeqësia, pasuria, fukarallëku, gjitha këto janë pjesë e jetës që Allahu i ka caktuar. Ti mund të shërohesh në xhami, mund të shërohesh jashtë xhamisë, mund të shërohesh në spital, në shtëpinë tënde, ti mund të shërohesh në qiell, në avion, mund të shërohesh, shko aty e ka caktuar Allahu që ti do shërohesh. Jo se ka ndikuar ajo, se Allahu na ka në dorë ne. Kështu që s'duhet bi prej këtij gabimi
besimtari. Pra nga kushtet e kësaj fjale është që besimtari të jetë i gatshëm në nështrimin në atë që kërkon Allahu Azza wa Jall prej nesh, ose që ta përmbyllim këtë hutbe. Dietarët kanë thënë që në lidhje me fjalën la ilaha illallah duhet të përmbush patjetër besimtari 3 gjëra: diturinë me këtë fjalë, punën, veprimin sipas kësaj fjale dhe sinqeritetin, vërtetësinë në të. Sepse duke qenë i dishëm, ai shpëton nga rruga e krishterëve. Sepse të krishterët pse kanë humbur? Kanë humbur nga padituria. Ato mund bëjnë shumë, shumë krishterë mund të jenë murgjër. Gjithë jetën e tyre gjoja dedikon Zotit ai. Pra rrin murgjëri, ama nga padituria e ka. Sepse nuk e ka njohur mirë Allahun Azza wa Jall një vetëm. Kur ka mërë si Zot Jezusin Isën e Islam që është profeti i Allahut. Pastaj me veprën shpëton nga gabimi i madh që kishin jahudit, që futët, të cilët dinë, po nuk veprojnë. Pra e dinë të vërtetën, nga inati, nga mendjemasia, nuk punojnë pra, nuk e veprojnë atë që duhet. Pastaj me vërtetësinë shpëton nga hipokritët, të cilët domosdoshmë ndryshe shfaqen dhe ndryshe janë. Elusim Allahun Azza wa Jall që të na bëj prej njerëzve të kësaj fjale, prej besimtarëve të kësaj fjale, prej atyre që e thonë me gjuhët e tyre, e besojnë me zemrat e tyre dhe e veprojnë me gjymtyrët e tyre. I lutim Allahut Azza wa Jall gjithashtu të na mundsojë që të vdesim me këtë fjalë. Sallu wa sallimu rahimakumullah ala Muhammedin ibn Abdillah kama amarakum Allahu fi kitabihi inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma izz al-islam wal muslimin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Allahumma aslih lana sha'nana kullaha ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.